Kapja nga policia e 12 aparateve telefonik në burgun e Durrësit ka ngritur dyshimet se ato mund të jenë përdorur nga të paraburgosurit dhe janë lënë jashtë ambienteve të qelive. Kjo pritet të mësohet pas rezultateve të ekspertizave që po u bëhen telefonave, u krahas verifikimit të komunikimeve. Ekspertët do të shohin edhe për gjurmët e gishtave. Të 12 aparatet telefonik që u kapën në paraburgimin e Durrësit gjatë një operacioni të befasishëm të policisë së burgjeve të njëjtën e 29 majit, janë dërguar në laborator për ekspertim për të zbuluar se kujt i përkas dhe nëse janë përdorur nga të paraburgosurit. Celularët janë gjetur në zonën e gjelbër dhe jo në qeli, dhe se ekspertimi do të zbardhë nëse përdoreshin prej tyre dhe fshiheshin në ambientin e jashtëm, apo ishin fshehur aty në tentativë për të futur brenda qelive. Nga ana tjetër, drejtoria e burgjeve ka nisur edhe një hetim të thelluar për të zbuluar mënyrën se si këto sende të palejuara kanë përfunduar në këtë institucion. Një ndim pritet të japin kamerat e sigurisë së brendshme, por edhe të zonës afër vendit ku u gjetën telefonat, por njëkohësisht edhe shenjat e gishtave që mund të jenë lënë aparat. Në qelitë e burgut të Durrësit mes të paraburgosurve të shumt janë aktualisht zyrtar dhe ish-zyrtar të lartë arrestuar nga prokuroria e posaçme, si ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, ish-deputetët Jurgis Çyrbja e Alçi Vllako, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, si dhe ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka.